Ramazan është njëjtë, por unë realisht shoh njerëz që janë shumë të qetë gjatë muajit Ramazanit, pavarësisht që ndoshta i një pak më temperament jashtë Ramazanit. Edhe shpesh njerëzve ju lind dyshime që më thonë, ç'tash veç për Ramazan u bë kë se nuk e njeni. Çfarë na mëson feja në këtë rast? Unë mendoj se ai njeri që për te do të me thonë, mos e ngotë se është me Ramazan, ai ndikimi i Ramazanit është afër zeros. I dopt pak. I dobësohet. I dopt. Pse? Për arsye se nëse jemi me agjerim, nuk do të me të lonë met. Për kundrazi është vetë përmbajtje. Nashta ma shumë bre ta boj rreth e ojë thuj mos e ngotë me Ramazan, ai njeri shumë mirë është. Ka mundësi edhe kjo me qenë. Mirë po, nëse thua se dikush e shese gjatë ditës së agjerimit, është i qetë edhe më i qetë se zakonisht, unë mendoj se te ky njeri Ramazani e ka ushtruar rolin e vet. Po. Do të thonë ndikimi i Ramazanit është i dukshëm. E ka kuptuar që është agjerimi. E tash, a duhet njeriu kështu të jetë vetëm në Ramazan? Kjo është poenta, për shkak se edhe ne, edhe ju si gazetarë, edhe të gjithë njerëzit, a nuk kemi nevojë që kohë pas kohe të avancojmë, qoftë edhe në profesion edhe në karrierë? Sigurisht po. Çka bëjmë? Ndjekim ndonjë trajnim, ndonjë domethënë kurs caktuar o kështu me radhë, edhe gjatë 3-4 ditëve, 5 ditëve, varësisht se sa është ai programi i atij trajnimit, ne e arrim një certifikim për arsye se aftësohemi për të bërë diçka më tepër se ç'kemi bërë deri më tani. Ramazani është i këtillë. Agjerimi i 30 ditëve ose 29 ditëve, pra i muajit të Ramazanit, që Allahu i ka quajtur ditë të numëruara, megjithatë kalojnë. Agjerimi i këtyre ditëve nuk do të kuptohet ndryshe përveç se një stërvitje dhe aftësim për cilin do të certifikohemi në ditën e Bajramit, edhe do të vazhdojmë të jemi të mirë, mbase jo po aq sa kemi qenë në Ramazan, por këtu është ajo, domethënë esenca e temës që jemi duke e shtjellu, të paktën të jetë më mirë se sa ka qenë para Ramazanit. Po e zom prej gjendjes për një nivelit caktuar që kemi qenë dje, që s'ka qenë Ramazan, deri në nivelin e ditës së fundit të Ramazanit, mbase do të ngritemi për 10 shkallë. Është e pamundur, do të jemi realist që të vazhdojmë në shkallën e 10. Është në natyrën njerëzore kjo hoxha, po vazhdojmë na për shembull me kërku falje, me u lut që mos me bëj gabime, po kjo është në natyrën njerëzore. Po edhe kur bëjmë gabime, tërhiqemi prej gabimeve, kthehemi kështu me radhë. Gjithçka është në natyrën njerëzore, se shpesh gjykuemi si me thik, si me vizore, për shembull thonë qysh kështu, qysh ashtu në Ramazan ndryshe. Gjykojmë bardhëzi. Edhe i prejmë gjanat me sapat. Kjo absolutisht është e padrejtë. Edhe funit ne do të më kuptojmë një gjë. Ne do ta kuptojmë se ne si njerëz njëri tjetrin në asnjë mënyrë nuk ja bëjmë gjykatësi. Ndoshta do të ishim korrekt sikur vetes t'ja bënim jo gjykatësin, po prokurorin. Të ishim shumë kritikues ndaj vetes, mirë po me tjerët duhet jo ta përdorim kritikën mas të madhe, përveç aty ku ka nevojë për përmirësim, kritikën në formë të këshillës, jo në formë të gjykimit, ndërsa me tjerët ta përdorim arsyetimin. Pra, kritik, akuz vetës. Shkak pasor. Tjetrit arsyetim. Pas Ramazanit s'do të kthehemi në pikën 0, për arsye se atëherë krejt atë kohë e kemi shpenzu pothuajse kat, pa ndonjë përfitim. Mirë po kemi arrit 10 shkallë, kthehemi në shkallën e 8 ose të 7 ose të 6, edhe vazhdojmë jetën deri në Ramazanin tjetër, pastaj ngritemi sërish 10 shkallë. Një cikël 33 vite, besoj që një agjeruesi devotshëm do të shkojë në shkallë. Nuk ka mundësi që të shkojë më poshtë, por vetëm më lart. Ashtu sikur në secilin zanat edhe profesion edhe punë që e bëjmë. Tash për shembull, kur ke qenë fillestare në profesionin tënd, edhe i ke kalu 5 vite, 10 vite në profesion, mrin në një situatë ku përveç komoditetit edhe mund t'i bësh mentore ndonjë kolegës tënde të re, edhe i thu shef në zanatin ton kjo punë bëhet kështu, kjo nuk bëhet kështu, dhe kështu me radhë. I këtill do të jetë edhe Ramazani në jetën tonë. Njeriu, një gjë nëse e kuptojmë, për kryerjen, për sosjen nuk e arrin dot. Nuk imagjinohet te njeriu. S'është i krijuar për me koni për sosjen. Absolutisht. Që nga fillimi. Derisa është kështu, atëherë gjithmonë kemi çfarë të përmirësojmë në jetën tonë.
çdo ditë, jo vetëm në Ramazan, edhe jashtë Ramazanit, gjithmonë kemi çfarë të përmirësojmë edhe mendoj se më fatlumi prej të gjithë njerëzve, prej besimtarëve, do të ishte edhe duhet të jetë ai i cili njerëzit që e njohin, familja, rrethi, të dashurit, miqt, ata me të cilët shoqërohesh gjatë gjithë ditës, ata me e pa ndryshimin në ty gjatë jetës. Ata me e pa ndikimin e agjerimit, me e pa besa ndikimin e namazit, me pa atë që po i rrëfej një gjë nga jetëshkrimi të dërguarit të Allahut, kur ka ardhur prej Mekës në Medinë, pasi që kishte jetuar si i dërguar, si pejgamber 13 vite në Medinë, erdhi në Mekë, kur emigroi në Medinë kishte edhe fise qifute. Edhe një prej atyre qifutëve, ata qifutët kishin trashëguar shkrimet shejta, shpalljet të pejgamberëve të mëhershëm, edhe aty e gjenin për shkrimin edhe paralajmërimin për një pejgamber që do të vije, edhe njëri prej atyre dietarëve të asaj kohe, të qifutëve, thot isha kurioz me e ditë ky njeri që po thot jam i dërguari i Zotit, është në të vërtetë i dërguari i Zotit apo vetëm po pretendon edhe po gënjen. Edhe i ka përgatit disa prova për me e testu pejgamberin a.s. Ama thot kur kom shku me e taku në momentin që e pash fytyrën e tij, thash kjo fytyrë nuk është fytyrë gënjeshtari. Po më çtu po e përfundoj këtë citat veç për me e pa, edhe shpesh i them vetës. Shpesh e shohim njerin vetë dhe pa fol, pa e testu se është a ka ndryshuar pak. Se mundet me si është një farë atmosferë, një farë energjie që të krijon për rreth. Pa dyshim. Edhe pa testim. Unë them shpesh, i them vetës në radhë të parë, u them edhe miqve të mi. Ne a e japim përshtypjen kur na takon dikush se nuk jemi gënjeshtar. A e japim përshtypjen se nuk tradhtojmë. A i ofrojmë dikujt aq siguri, sa që në momentin që takohet me ty për herë të parë në jetë, ose ka nevoj për një shërbim prej teje, ose edhe nëse s'ka nevoj, thjesht ka me të pyet për një rrugë, ka i bie kjo rrugë, shembull, nëse është japanxhi, edhe ai me undi i sigurt se ti nuk e rren, derisa i tregon se këndej shkohet, për shembull, në filan vendin. A mundet me arrit njeri që nivel hoxhin nderuar? Jo që a mundet na duhet me arrit, nëse nuk e arrim, atëherë kemi ngecë shumë. Pra duhet me punu me vetën? Duhet me punu me vetën shumë, edhe duhet me i bo vetës program të përmirësimit. Vetë përmirësimi nuk ndodh nëse nuk vetë logaritemi. Pastaj vetë përmirësimi nuk ndodh nëse i themi vetës mashallah, ajo shprehja popullore për mashallah. Po, mashallah duhet mi thonë dikujt, ama vetës, kur mos i thuj mashallah për arsye se s'do të jesh kur i kënaqur me të arriturat vetanake. Përndryshe kemi ngecë. Po jeta është aq dinamike sa që edhe qëndrimi në një vend është eci mrapa.